Horoskopi ditor për sot, 28 janar 2026. Dashi. Yjet ju inkurajojnë të përqafoni shpirtin tuaj pionier. Në punë, idetë inovative me siguri do të tërheqin vëmendjen. Besojini instinkteve tuaja dhe mos hezitoni të jepni sugjerime të guximshme, pasi kolegët do të jenë të hapur. Në frontin personal, marrëdhëniet përfitojnë nga bisedat e sinqerta. Shprehni ndjenjat tuaja hapur, por sigurohuni që të dëgjoni sa më shumë që ndani. Aktiviteti fizik do të jetë i dobishëm, prandaj merrni në konsiderat fillimin e asaj rutine të re fitnessi që keni menduar. Financiarisht, këshillohet shpenzimi kujdesshëm pavarësisht tundimeve të mundshme. Është e mençur të kërkoni rrugë të reja për rritje, veçanërisht në ndjekjet krijuese. Kaloni kohë jashtë për të rimbushur dhe për të fituar frymëzim. Mbajtja e një diete të ekuilibruar do të rrisë nivelet tuaja të energjisë. Mbrëmja është perfekte për relaksim dhe reflektim, prandaj merrni pak kohë për të çlodhur. Shfrytëzoni energjinë dinamike të sotme për planifikim afatgjatë, pasi qartësia dhe fokusi janë në anën tuaj. Besoni në aftësitë tuaja dhe shikoni që gjithçka të jetë në një vit të bukur. Demi. Dita zhvillohet me fokus në stabilitet dhe siguri. Energjitë kozmike mbështesin përpjekjet tuaja, veçanërisht në çështjet financiare dhe të karrierës. Në punë, këmbëngulja dhe vëmendja ndaj detajeve do të shpërblehen, duke çuar në përparim të prekshëm. Qasja juaj e duruar mund të tërheqë edhe vëmendjen e eprorëve. Në marrëdhënie, lidhjet e kujdesshme do të thellojnë lidhjet. Është një kohë ideale për të shprehur mirënjohje dhe për të përforcuar besimin. Angazhimet shoqërore paraqesin mundësi për të forcuar miqësitë dhe rrjetin. Nga ana shëndetësore, kushtojini vëmendje nevojave të trupit tuaj. Pushimi dhe rigjenerimi janë thelbësor. Hapat e qëndrueshëm në rutinat e fitnessit mund të sjellin përfitime afatgjata. Në një nivel shpirtëror, sot inkurajon reflektimin mbi vlerat dhe aspiratat personale, duke ju udhëhequr drejt përvojave të përmbushura. Shmangni vendimet e nxituara në investime. Në vend të kësaj, vlerësoni me kujdes rreziqet e mundshme. Në kohën e lirë, përqafoni aktivitete krijuese për të ndezur pasionet tuaja. Orët e mbrëmjes mund të sjellin surpriza të papritura, por të këndshme, duke e mbyllur ditën me një notë pozitive. Binjakët. Natyra juaj e dyfish shkëlqen sot, duke ofruar shkathësi në përballimin e situatave të ndryshme. Komunikimi është pika juaj e fortë, veçanërisht në mjediset profesionale. Aftësia juaj për të artikuluar mendimet përfiton qartë përpjekjet bashkëpunuese. Jini të hapur ndaj reagimeve nga kolegët për të nxitur harmoninë. Jeta personale shen ngrohtësi dhe lidhje, me mundësi për të forcuar lidhjet familjare. Angazhohuni në biseda që pasqyrojnë kuriozitet dhe empati, ndoshta duke u ribashkuar me të afërm ose miq të largët. Financat duken premtuese. Është një ditë e mirë për të planifikuar strategji buxhetore ose për të marrë në konsiderat investime të vogla. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm, por përfshirja e praktikave të vetëdijes mund të rrisë qartësinë mendore. Kreativiteti rrjedh pa mundim, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për ndjekje artistike ose seanca idesh. Mbledhjet e mbrëmjes favorizohen, duke siguruar që ju të mbeteni jeta e festës. Qëndroni të adaptueshëm pasi bisedat çojnë në njohuri të papritura. Në përgjithësi, besoni kuriozitetit tuaj të lindur për t'ju udhëhequr përmes përpjekjeve të sotme me hir dhe qetësi, duke nxjerrë në pa sharmin tuaj natyror. Gaforria. Ndikimet astrologjike të sotme mbështesin inteligjencën emocionale dhe vetanalizën. Ndërsa hëna rreshtohet me shenjën tuaj, ju inkurajoheni të zhyteni thellë në çështjet personale. Profesionalisht, përshtatuni me intuitën tuaj kur merrni vendime dhe nxitni shoqërinë duke treguar empati ndaj kolegëve. Ndërveprimet e përzemërta mund të çojnë në përparime. Në shtëpi, durimi dhe mirëkuptimi forcojnë marrëdhëniet me të dashurit. Diskutoni planet e ardhshme për të harmonizuar energjitë shtëpiake. Këshillohet kujdes financiar, por mos hezitoni të eksploroni rrugë të reja të ardhurave. Ritualet e kujdesit për veten do të ushqejnë si trupin ashtu edhe shpirtin, duke ofruar rehati dhe qartësi. Konsideroni të mbani një ditar për të përpunuar emocionet dhe për të vendosur qëllime. Daljet krijuese frymëzojnë gëzim, qoftë përmes muzikës, artit apo shkrimit. Shëtitjet në natyrë ose praktikat meditative rrisin qetësinë dhe reflektimin. Këtë mbrëmje, kënaquni në një atmosferë komode, ndoshta duke lexuar ose duke shijuar një film të preferuar.
Le të jetë sotmja një kujtesë për aftësinë tuaj për mirësi dhe forcën që gjendet në cenueshmëri, duke nxitur paqen dhe kënaqësinë. Luani. Energjitë qiellore sot rreshtohen për të rritur karizmën tuaj natyrore dhe aftësitë udhëheqëse. Besimi juaj është ngjitës në qarqet profesionale, duke e bërë atë një kohë të përshtatshme për të marrë drejtimin në projekte dhe për të ndarë ide vizionare. Inkurajoni punën në grup duke mbështetur pikat e forta të kolegëve. Në dashuri, partneri dhe familja juaj ndjen ngrohtësinë e vëmendjes suaj. Prandaj planifikoni një dalje ose surprizojini ata me një gest kuptimplot për të shprehur dashuri. Financiarisht jini të kujdesshëm. Është një ditë për të rishikuar buxhetet dhe për t'i përshtatur ato me qëllimet e ardhshme, duke i rezistuar dëshirave ekstravagante. Prioritizimi i shëndetit është thelbësor. Prandaj përfshini rutinat e mirëqenies për të ruajtur nivelet e larta energjie. Kanalizoni impulset krijuese në hobi që ju lejojnë të shkëlqeni. Mbrëmja fton ndërveprime shoqërore, ndoshta duke ringjallur miqësitë ose duke zgjeruar rrethin tuaj. Shijoni gëzimin e të qenit i rrethuar nga të dashurit, por mos harroni të rezervoni edhe pak vetmi për reflektim dhe vetëvlerësim. Ndarja autentike e dritës suaj do të ndriçojë shtigje si për ju ashtu edhe për të tjerët. Virgjëresha. 28 janar 2026. Ju fton të përqendroheni në ekuilibër dhe organizim. Në vendin e punës, qasjet metodike çojnë në sukses, dhe vëmendja juaj ndaj detajeve ju pozicionon si një ase të paçmuar në projektet e ekipit. Kolegët mund të kërkojnë udhëzimin tuaj, duke ofruar një platformë për mentorim. Shfrytëzojeni këtë mundësi me hir dhe bujari. Jeta në shtëpi inkurajon krijimin e harmonisë përmes komunikimit të vëmendshëm. Dëgjoni në mënyrë aktive të dashurit për të ushqyer lidhjet. Planifikimi financiar favorizohet. Rishikoni investimet dhe kursimet për të siguruar sigurinë në të ardhmen. Shëndeti ka përparësi. Miratoni zgjedhje jetese që rrisi mirëqenien, ndoshta përmes një regjimi të ri ushtrimesh ose një plani detoksifikimi. Kreativiteti lulëzon në mjedise të strukturuara. Prandaj lini mënjan kohë për aktivitete artizanale ose zgjidhje problemesh që stimulojnë kuriozitetin tuaj intelektual. Orët e mbrëmjes janë të favorshme për relaksim, duke i bërë ato perfekte për një banjë të ngrohtë ose lexim. Besojini aftësive tuaja për të manifestuar stabilitet dhe rritje, pasi energjitë e sotme theksojnë saktësinë dhe ekzekutimin e menduar në të gjitha përpjekjet. Peshorja. Ekuilibri është tema juaj kryesore sot, ndërsa lundroni në aspekte të ndryshme të jetës. Në mjediset profesionale, aftësitë tuaja diplomatike shkëlqejnë, duke ju bërë një ndërmjetës të shkëlqyer në diskutimet në grup. Përdoreni këtë talent për të zgjidhur konfliktet dhe për të inkurajuar bashkëpunimin. Marrëdhëniet personale do të përfitojnë nga aftësia juaj për të dëgjuar dhe për të ndarë hapur. Kontaktoni miqtë e vjetër për të ringjallur lidhjet që mund të jenë zbehur. Financiarisht është një ditë e mirë për të rishikuar shpenzimet. Sigurohuni që buxhetet të përputhen me qëllimet aktuale. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është thelbësor. Përfshini aktivitete fizike si yoga për të përmirësuar si trupin ashtu edhe mendjen. Projektet krijuese lulëzojnë në ndikimet e sotme. Prandaj shprehuni përmes artit, muzikës apo edhe sipërmarrjeve kulinare. Orët e mbrëmjes janë optimale për kënaqësi estetike, siç është ridekorimi i hapësirës suaj ose shijimi i një performance. Besojini ndjenjes suaj të lindur të harmonisë për të udhëhequr ndërveprimet dhe vendimet, duke sjellë paqe dhe gëzim për veten dhe ata përreth jush. Hiri dhe takti juaj sigurojnë që të lundroni pa probleme gjatë gjithë ditës. Akrepi. Rreshtimet intensive planetare sot përforcojnë pasionin dhe shtysën tuaj. Profesionalisht, vendosmëria juaj për të pasur sukses tërheq mundësi për avancim. Kanalizoni këtë energji në planifikim strategjik ose në përballimin e detyrave komplekse që shfaqin aftësitë tuaja. Kolegët do të respektojnë guximin dhe këmbënguljen tuaj. Në marrëdhëniet personale, përqafojeni dobësinë për të thelluar lidhjet me të dashurit. Bisedat e sinqerta mund të çojnë në një kuptim dhe shërim të thellë. Financiarisht, ndikimet e sotme favorizojnë rreziqe të guximshme, por të llogaritura. Merrni në konsiderat mundësi të reja investimi, por qëndroni të vetëdijshëm për intuitën. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm, megjithatë aktivitetet që ju sfidojnë fizikisht, siç është stërvitja e qëndrueshmërisë, mund të jenë shpërblyese. Energjitë transformuese e bëjnë atë një ditë ideale për ripërtëritje personale. Reflektoni mbi zakonet ose besimet që nuk i shërbejnë më rritjes suaj.
Në mbrëmje, relaksohuni duke u zhytur në një roman misterioz ose duke eksploruar zhanre të reja muzikore. Shfrytëzojini këto energji intensive me mençuri dhe ato do të nxisin transformim domethënës në të gjitha fushat e jetës suaj, duke ju përshtatur dëshirave tuaja më të thella. Shigjetari. Energjitë qiellore sot frymëzojnë aventurë dhe të mësuarit. Profesionalisht, entuziazmi juaj është ngjitës, duke motivuar kolegët dhe duke promovuar një mjedis pozitiv pune. Përdorni mendimin inovativ për të trajtuar projekte që kërkojnë zgjidhje të pazakonta. Jeta personale lulëzon me një frymë aventureske. Planifikoni aktivitete spontane me miqt ose të dashurit, duke ringjallur marrëdhëniet me të qeshura dhe gëzim. Financiarisht, merrni në konsiderat buxhetimin për udhëtime të ardhshme ose ndjekje arsimore. Mentaliteti i sotëm është ideal për planifikimin e qëllimeve afatgjata. Shëndeti përfiton nga një qasje e ekuilibruar. Integroni rutinat që rrisin vitalitetin dhe vetëdijen. Ndiqni rrugë krijuese që përputhen me natyrën tuaj eksploruese, siç janë shkrimi i udhëtimeve ose fotografia. Ndërsa afrohet mbrëmja, relaksohuni me lexime kulturore ose intelektuale që zgjerojnë botëkuptimin tuaj. Përqafoni energjinë e ditës duke ndjekur përvoja të reja dhe duke zgjeruar horizontet tuaja. Besoni në kuriozitetin dhe optimizmin tuaj të lindur për t'ju udhëhequr, duke ju lejuar të manifestoni gëzim dhe zbulim në udhëtimin tuaj në përjet. Britsjapi. Energjitë kozmike të sotme favorizojnë disiplinën dhe vendosmërinë, duke u parafruar me prirjet tuaja natyrore. Profesionalisht, qasja juaj e strukturuar ndaj detyrave siguron përparim efikas. Kolegët e vlerësojnë leadershipin tuaj, veçanërisht kur ofroni njohuri strategjike që nxisin suksesin kolektiv. Është një ditë e përshtatshme për të adresuar përgjegjësitë e mbetura pezull ose për të rafinuar objektivat afatgjata. Në frontin personal, marrëdhëniet thellohen përmes ndërveprimeve kuptimplote dhe qëllimeve të përbashkëta. Planifikimi i sipërmarrjeve të përbashkëta me të dashurit sjell harmoni. Financiarisht, merrni në konsiderat eksplorimin e rrugëve të reja të investimit që premtojnë rritje të qëndrueshme, por qëndroni të bazuar në analiza praktike. Shëndeti mbetet i fortë me rutina të qëndrueshme. Përqendrohuni në aktivitete që përmirësojnë qëndrueshmërinë si stërvitja e forcës ose meditimi. Orët e mbrëmjes ftojnë relaksimin përmes aktiviteteve reflektuese, ndoshta duke mbajtur një ditar ose duke hartuar plane të ardhshme. Besojini angazhimit tuaj për rritje personale dhe profesionale, pasi energjitë e sotme mbështesin përpjekjet tuaja. Ndërsa përballeni me sfidat e ditës, mos harroni se këmbëngulja dhe largpamësia juaj do të sjellin shpërblime të konsiderueshme. Ujori. Shpirti juaj inovativ lulëzon në ndikimet astrale të sotme, duke ju shtyrë drejt kreativitetit dhe lirisë. Profesionalisht, shfrytëzoni perspektivën tuaj unike për të prezantuar ide të freskëta që frymëzojnë ndryshim. Aftësia juaj për të parë përtej kufive konvencional ju bën një ase të vlefshëm në bashkëpunimet në ekip. Në frontin personal, miqësitë lulëzojnë ndërsa ju arrini me autenticitet dhe hapje. Përqafoni mundësitë për përfshirje në komunitet ose filloni iniciativa të reja shoqërore që përputhen me idealet tuaja. Financiarisht, qëndroni të hapur ndaj mundësive të investimeve jo konvencionale, por vlerësoni me kujdes qëndrueshmërinë e tyre afatgjatë. Nga ana shëndetësore, zgjidhni aktivitete që harmonizohen me natyrën tuaj spontane, siç janë vallëzimi ose stërvitjet eksperimentale. Ndiqni interesat personale që nxisin inovacionin, duke ofruar një shesh lojërash për kreativitetin tuaj të bollshëm. Mbrëmja favorizon shkëmbimin intelektual, prandaj merrni në konsiderat pjesëmarrjen në diskutime ose punëtori që zgjerojnë mendjen tuaj. Besoni në vizionin tuaj progresiv për t'ju udhëhequr drejt përpjekjeve të përmbushura sot, duke përzier bukur qëllimin individual me përfitimin kolektiv. Peshqit. Energjitë qiellore të sotme ftojnë introspeksionin dhe kreativitetin. Profesionalisht, shfrytëzoni intuitën tuaj për të lundruar në situata komplekse dhe për të ofruar zgjidhje vizionare që frymëzojnë ekipin tuaj. Natyra juaj empatike nxit një mjedis pune mbështetës, duke rritur bashkëpunimin. Në marrëdhëniet personale, ndjeshmëria juaj sjell thellësi. Dialogët e hapur çojnë në një mirëkuptim më të madh dhe lidhje emocionale. Financiarisht, rishikoni buxhetet me një sy të mpret, duke u përqendruar në sigurinë e ardhshme, duke lejuar kënaqësi të vogla që ushqejnë shpirtin tuaj. Nga ana shëndetësore, ushqeni vete me rutina të buta si yoga ose meditimi, duke ndihmuar në ekuilibrin fizik dhe shpirtëror. Angazhohuni në ndjekje artistike që rrjedhin natyrshëm, ndërsa kreativiteti është i bollshëm.
Mbrëmja paraqet një mundësi për vetmi dhe reflektim. Prandaj përqafojeni atë duke eksploruar botën tuaj të brendshme përmes muzikës ose shkrimit. Besoni në ëndra dhe aspiratat tuaja për të udhëhequr rrugën tuaj. Ndërsa energjitë e ditës mbështesin rritjen personale dhe manifestimin e dëshirave të përzemërta. Qëndroni të hapur dhe të sinkronizuar, duke lejuar që vizioni juaj të formësojë realitetin me hir. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.